Pasojat që kanë lënë përmbytjet, erozioni, dëmtimi i pyjeve, apo edhe zjarret, janë në përmasa të tilla sa që ne e kuptonim kur shkonim vetë në terren. Ajo që më bëri përshtypje ishte një banor i zonës i cili tha se dikur kam pasur tokë, tani nuk e kam më. Nëse nuk flitet sot, ose nuk ka ndërgjegjësim sot, si nga vetë banorët, ashtu edhe nga institucionet për të marrë masa, do të jetë tepër vonë për rikuperimin e asaj çfarë është dëmtuar, ndonse dëmtimi është jashtëzakonisht i madh. Ajo që pam në Delvinesh kur u nisëm, do menduam që do shkojmë, do shohim ku ka pasur dëmtime, cila mund të rikuperohet, çfarë thon banorët. Ajo që pam ishte shkatrim total. Ato kanë humbur shpresë. Kemi mungesë idesh se si do të përballohen fatkeqësitë e mëdha natyrore në vend. Të flasësh për problemet e mjedisit edhe të klimës, edhe mbi të gjitha për pasojat që ato kanë lënë në erozion, në përmbytje, në shkatrimin e pyjeve, apo edhe në zjarre, duke sikur është diçka e zmadhuar. Por nëse doni që të shikoni vërtet që vendi ynë ka probleme madhore në çështjet e mjedisit, ju ftojmë që të na ndiqni në ekspozitën që do jetë e hapur nga data 22 shtator për një javë tek Tulla Center.